Paneli ndërkombëtar i turizmit në Berlin ka mbyllur siparin, por për operatorët turistik të Vlorës puna sapo ka nisur. Ata thonë se këtë vit interesimi për qarkun e Vlorës ka qenë i lartë, me kërkesa të shumta nga kompani dhe agjencitë tuaja turistike. Sipas kreut të operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj, gjatë takimeve në Panajir janë paraqitur shumë kërkesa për struktura akomoduese në zonën e Vlorës dhe në Rivierë. Madje në disa raste kërkesat kanë qenë më të mëdha se sa kapacitetet aktuale që ofron tregu. Vlora, sipas Bedinaj, ishte ndër destinacionet më të kërkuara nga kompanitë e huaja të interesuara për bashkëpunime për sezonin e ardhshëm turistik. Ata vlerësojnë dhe mbështetjen e Bashkisë së Vlorës në promovimin e qytetit, por nënvizojnë se ka ende shumë punë për të bërë që turizmi të jetë i suksesshëm dhe i qëndrueshëm. Siç e dim, Panajiri i Berlinit është panajiri më i madh që zhvillohet në Europë dhe Shqipëria për të disat vitin radh merr pjesë në të. Ky vit patjetër që ishte viti më i mirë, një interesim akoma më i lartë nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë operatorë turistik në gjithë Europën. Pra u prezantuam shumë mirë këtë vit, pra më mirë se vitin e kaluar. Është bërë tashmë një traditë që marrin pjesë në këtë panajir dhe mund të them me plot bindje që interesi ishte shumë i lartë. Interesi i lartë ishte edhe për qarkun e Vlorës në tërësi. Kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi kërkesa për sektorin e akomodimit nga çdo ditë. Unë mund t'ju them që jemi mangur në sektorin e akomodimit, pra nuk do të kemi mundësi të plotësojmë të gjitha kërkesat afatgjate nga të gjithë operatorët turistik, po shpresojmë që në vitet në vijim ta kapim atë numër që na kërkohet dhe të jemi më mirë se sa do të jemi këtë vit. Vlora ka qenë epiqendra e kërkesave, mund ta them, për gjithë vijim bregdetare të Shqipërisë. Nga Vlora deri në Sarand, hotelet më të mëdha janë pronontuar dhe kanë shkruar kontrata dypalëshe tashmë, pra e kanë të sigurt të gjithë ata turistë kanë zgjedhur të vinë nga shtete të ndryshme. Vlen të theksoj që dhe bashkia ka bërë punën e vet, ka qenë bashkë me operator turistik në këtë panajir, ka sjell risi të reja patjetër, por ajo që vlen për të theksuar është që kemi shumë punë akoma për të bërë në këtë qytet. Të gjithë i dimë dhe institucionet lokale e dinë këtë gjë dhe shpresoj dhe uroj që brenda muajit mars të mbyllen sa më shumë prej tyre. Nuk duhet të harrojmë që turizmi në Vlorë nuk hapet më në muajin qershor, po hapet që në fund të muajit mars. Pra duhet jemi gati në fund të muajit mars të presim ta turistë që tashmë kanë vendosur që do të vinë në Shqipëri. Kështu sipas Bedinaj, turizmi nuk fillon në qershor, por shumë më herët. Përgatitjet dhe kontratat për sezonin nisin që në muajt e parë të vitit, ndaj dhe marsi konsiderohet një moment i rëndësishëm për planifikimin e sezonit turistik. Një tjetër lajm i mirë për sektorin mbetet hapja e pritshme e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Operatorët thonë se kjo do të rrisë ndjeshëm pritshmëritë për një sezon të suksesshëm, pasi do ta bëjë zonën më të aksesueshme për turistët e huaj. Sipas Bedinaj, megjithatë shumë kontrata janë lidhur që në muajin nëntor, dhe se funksionimi i aeroportit është një element kyç për të përmbushur këto pritshmëri. Do të jetë akoma më mirë, ashtu siç e kemi thënë më përpara që do të kemi një rritje të turizmit këtë vit në qarkun e Vlorës, aq më tepër që nga informacioni që kemi marrë javën e kaluar, unë e di që shumë prej nesh nga ajo që mezi e presim kemi qenë skeptik, por jo. Ajo që kemi marrë si informacion javën e kaluar është që aeroporti do të hapet midis datës 10 dhe 20 qershor dhe më tepër. Do të hapet fillimisht për charterat, do të funksionojë vetëm në daylight që i thonë, pra nga ora 7 e mëngjesit 7 i darkës, sepse certifikimi i sinjalistikës është tjetër procedurë që mund të zgjasë edhe 30 ditë akoma, por nga informacioni që kemi që do të kemi edhe të reja kryeministri do të ketë të reja këtë javë vetë ai, dhe është diçka që ne mezi po e presim dhe do t'i bëj shumë mirë sektorit turizmit në këtë qark. Pronontimet kemi, po kemi shumë pronotime që janë pending që varen totalisht nga aeroporti. Pra ne kemi shkruar kontrata që në muajin nëntor të vitit kaluar dhe këto kontrata kanë qenë me aeroport. Në rast se nuk do të kemi aeroport, atëherë kontrata bie. Por me sa po shohim dhe nga përpjekjet që po bën kryeministri, pavarësisht se ne nuk i shohim të gjitha, por përpjekjet kanë qenë maksimale që aeroporti të hapet brenda afatit të kërkuar dhe është premtuar dhe ne si operator turistik interesohemi gjatë çdo ditë nëpërmjet administratorëve të aeroportit, sepse e lidhim drejt për drejt me punëtorët që çfarë do të bëjmë me këto kontrata
Dhe javën e kaluar na kanë ngrohur kur i thonë, sepse na kanë thënë një datë që do të jetë data 10 me 20 qershor, do të mbasim diku të një javë, sepse grupet e kontraktuara fillojnë datën 2-3 qershor, por kemi gjetur zgjedhjen alternative që do t'ju pagojmë transportin ne si hotelier nga Arina si për të ardhur në Vlorë, do ta kenë transportin palas që mos të binte kontrata e gjithë. Ndërkohë zhvillimet gjeopolitike dhe lufta në linjën e mesme shihen dhe si një mundësi për të tërhequr më shumë turistë drejt Shqipërisë dhe Bregdetit të Vlorës, por sipas operatorëve, kjo kërkon që industria turistike vendase të përmirësojë dhe të perfeksionojë ofertat në mënyrë që destinacioni të jetë sa më konkurrues në tregun ndërkombëtar. Atëherë luftrat bëhen luftra që më të shumtat janë ekonomike. Unë ju tregoj një detaj shumë që e pashi ditën e parë në Panainë e Berlinit, që para të shkonin te pavioni i Shqipërisë, kalonin nëpërmjet pavionit të vendeve të lindjes mesme si Egjipti, Dubai, Abu Dhabi, gjitha vendet e Arabisë Saudite. Në krahasim me vitet e kaluara ku gumzhinte nga mirëqenia e Arabisë Saudite, këtë vit ishte totalisht zero. Pra ne duhet jemi ata që të bëjmë ato që na takojnë të bëjmë, patjetër që edhe disa po i bëjmë, që një pjesë të kësaj e këtyre turistëve t'i sjellin në Shqipëri. Dhe unë besoj që të gjithë janë të vëmendshëm për të hapur aeroportin, sepse është një hall kryesore që ta thith këtë. Patjetër edhe operatorët turistik duhet të nxjerrin ofertat e tyre dhe duhet të bëjmë ta promovojmë këtë gjë, dhe si promovohet duke dërguar oferta dhe kontrata në të gjithë bashkëpunëtorët tanë jashtë territorit të Shqipërisë, pavarësisht nëse e njohim ose jo. Në këtë mënyrë Vlora synon të hyjë në sezonin e ri turistik me pritshmëri të larta dhe me interes në rritje nga tregjet e huaja.